Në përfundim të samitit të Komunitetit Politik Evropian të mbajtur në Kopenhagen, presidenti serb Aleksandar Vučić dha deklaratën që ka ngjallur shqetësime në arenën ndërkombëtare. Ai paralajmëroi se bota po shkon drejt një konflikti të madh, ndërsa sipas tij shtetet po përgatiten më shumë për luftë sesa për dialog. Të gjithë po përgatiten për luftë, e dim tashmë se do të ketë konflikt. Askush nuk po përgatitet për bisedime, por po shikon se kush do të jetë në anën e kujt, po gërmojnë llogore dhe po presin shpërthime të konfliktit, deklaroi Vučić. Kreu i shtetit serb u ndal veçanërisht te Kosova duke pretenduar se Prishtina po shfrytëzon kohën para konfliktit për të filluar mbështetjen e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Aleancës së NATO-s. Sipas tij, qëllimi i autoriteteve kosovare është të paraqisin Serbinë si faktor destabilizues në Ballkan. Reagimi i Vučićit erdhi më njëherë pas deklaratës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila në të njëjtin samit i bëri thirrje Europës që të ndalojë taktikat agresive të Beogradit ndaj fshinjve të saj. Osmani e krahasoi sjelljen me Serbinë me atë të Rusisë, duke konsideruar Beogradin si kërcënim për paqen në rajon. Rusia është kërcënim për Europën, ndërsa Serbia për Ballkanin Perëndimor, tha Osmani, duke kërkuar që Bashkimi Evropian të mos shpërblejë Serbinë për politikat e saj destabilizuese. Përkundra, si deklarata të forta, Vučić theksoi se Serbia do të bëjë çmos për të mos u përfshirë në një luftë të re dhe që sipas tij zhvillime ndërkombëtare po tregojnë të kundërtën. Këto deklarata që vinë në një moment delikat për procesin e dialogut Kosovë-Serbi kanë rritur shqetësimet për një përshkallëzim të ri në Ballkan, ndërsa diplomacia europiane kërkon të ruajë ekuilibrat dhe të shmangë çdo provokim të mëtejshëm.